Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lëngu i hithrave, sekreti që shëron në dhimbjen e kockave përgjithmonë, jasti ta përdorni. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të një sër arsyesh të sëmundjeve të ndryshme dhe problemeve shëndetësore nga më të ndryshmet, duke i lënë pacientët në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është pikërisht ajo e hithrës. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo e lufton inflamacionin dhe njëkohësisht pakson ëndjen dhe largon në dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është pikërisht çaji i hithrës të freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban gjithashtu shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin, magnezin dhe gjithashtu hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët të vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës së freskët. Për këtë lëng ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe lajini ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere dhe lëreni ato që të marrin një val. Uleni zjarrin dhe lëreni që të ziejnë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt në qoftë se ju do të dëshironi. Lëngu me gjethe të thata hithre. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni ato në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Ziejini për plot të 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për ta ëmbëlsuar edhe pak kanellë, e cila ndihmon kundër inflamacionit. Lëngu gjithashtu duhet pirë i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë që ta ndjeni veten tuaj më mirë. Lëngu i hithrës nga ana tjetër është tepër i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve dhe karotenoideve, vitaminave dhe gjithashtu mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur edhe me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C i japin kësaj pjeje efikasitet të plot në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet që ta pini lëngun e hithrës për të përfituar sa më shumë prej tij. Ashtu si çdo makinë me kalimin e kohës, trupat tanë konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe presionit. Nyjet janë pikat ku 2 kocka takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe muskujve. Nyja e gjurit është më e madhja e trupit të njeriut. Ajo gjithashtu trajton një sasi të madhe të stresit pasi mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur pjesën e sipërme të trupit. Në kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave që formojnë bashkimin mundet që të përkeqësohet. Për më tepër, ka qese me lëngje në kupën e gjurit që mundësojnë lubrifikimin e nyjeve. Këto qese mund të jenë të acaruara nëse lëndohen duke çuar në bursit. Ka shumë shkaqe potenciale të cilat çojnë në dhimbjen e nyjes së gjurit. Këtu mund të përmendim një gjendje kronike e cila ndodh kur kërci midis eshtrave është thyer, artriti reumatoid, e cila është një sëmundje autoimune që ndikon në nyje duke shkaktuar ëndje, inflamacion i qeskave fluide para ose prapa gjurit, sëmundjet imunologjike, lëndimet ose lëvizja e tepërt, inflamacioni i tendinave, një formë e artritit në të cilën grumbullohet ujë.
Për fat të mirë, për gjunjët tona ka mjete natyrale për të ulur inflamacionin dhe për të lehtësuar gjithashtu dhimbjen. Kjo recetë është e shkëlqyer për dhimbjen e gjurit. Ajo përmban anti-inflamator dhe analgjezik efektiv. Le t'i hedhim një sy përbërësve. Speci djegës është përdorur nga amerikanët për lehtësimin e dhimbjeve. Kapsaicina është gjithashtu një substancë kimike e pranishme në përqendrime të ndryshme tek speci djegës që lehtëson dhimbjen përmes një shumëllojshmërie mekanizmash. Së pari, kapsaicina parandalon transmetuesin e dhimbjes kimike substancën P që të arrin në tru. Së dyti, kur zbatohet, ajo depërton në lëkurë për të defunksionalizuar fibrat që i përgjigjen stimujve të dhimbjes. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina parandalon fibrat nervore që të ndjejnë edhe të transmetojnë dhimbje. Së fundmi, kapsaicina parandalon edhe përhapjen e dhimbjes në zona të tjera. Një studim i një përqendrimi prej 8% kapsaicin të aplikuar për menaxhimin e dhimbjeve gjeti se aplikimi për vetëm një orë ishte efektiv në reduktimin e dhimbjes deri në 12 javë. Gjithashtu, kapsaicina është efektive për sëmundjet inflamatore të lëkurës të tilla si psoriasis dhe ekzema. Speci djegës ndihmon gjithashtu edhe për lehtësimin e inflamacionit. Uthullmolle, ajo është ekstremisht e dobishme për shëndetin e njeriut në një gamë të gjerë aplikimesh. Uthulla e mollës është një anti-inflamator i fuqishëm që mund të lehtësojë dhimbjet e nyjeve. Acidi acetik që gjendet në uthull depërton gjithashtu në lëkurë dhe nga ana tjetër mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në thyerjen e kristaleve të acidit të cilat mund të formohen në nyja. Gjithashtu është zbuluar se acidi acetik siguron lehtësim efektiv për tendinat dhe për inflamacionin e nyjeve. Përveç kësaj, uthulla e pafiltruar e mollës ka një veprim të shkëlqyer për shëndetjen pasi ajo përmban minerale si kalcium, magnez, kalium dhe gjithashtu fosfor. Vaj ulliri është një mjet i shkëlqyer anti-inflamator dhe i butë. Xhenxhefili. Xhenxhefili ka fuqi anti-inflamatore fitokimik, pengon gjithashtu edhe një përgjigje të tepruar imune, e cila shkakton inflamacion. Një studim i vitit 2014 i aplikimit të përditshëm të xhenxhefilit tek nyjet do të largojë dhimbjen brenda një jave. Trajtimet me xhenxhefil përmirësuan nën dimensionet e cilësisë së jetës për rezultatet e funksionit fizik, dhimbjet dhe gjithashtu dha shumë kënaqësi edhe në shëndetin dhe në efektin global. Këtu ne do t'ju tregojmë recete natyrale për dhimbjet e kockave. Atëherë ju mund të aplikoni këtë pastë në çdo nyje dhe kështu ju do të largoni inflamacionin dhe do të lehtësoni dhimbjen. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetën duke përzierë gjysmën e sasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mundet që jetë i fortë dhe vaji i ullirit pakëson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës do të reduktojnë inflamacionin nëse i hani. Mbani në mend se speci djegës mund të bëjë me njolla rrobat, prandaj keni kujdes me veshjet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me spec djegës pluhur, 1 filxhan me uthull molle ose gjysmë filxhani vaj ulliri dhe gjysmë filxhani me xhenxhefil të grirë. Përgatitja: shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthull molle ose vaj ulliri të ngrohtë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikoni pastën në zonën ku keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni ato të veprojë për plot 20 minuta. Më pas, shpëlajeni me ujë të ngrohtë dhe tundeni mirë përpara aplikimit. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!